Pacienti që quhesh Adem, ishte i ri në moshë dhe kishte një kancer i cili kërkonte të bëheshe pulmonektomi. Pra të hiqeshe një mushkëri. Dhe fatmirësisht, Ademi bëri pulmonektomin, realizoi në spitalin tonë. Të bësh pulmonektomi do të thotë që kanceri është i avancuar, është i vendosur në qendër të gjithë strukturave jetësore të pulmonit dhe jetëgjatësia e këtyre pacientëve është e shkurtër. Ademi jetoi 5 vjet mbas pulmonektomisë dhe nuk vdiq nga komplikacionet pulmonare. Fatkeqësisht bëri aksident automobilistik, sepse unë them dhe mendoj dhe sot e kësaj dite ai do ishte midis nesh. Ai ishte një shkrimtar i cili nuk reshte së shkruari poezi dhe nuk reshti së shkruari falenderime për personelin që i shërbeu. Dhe nga ai kam një mbresë shumë të madhe. Kam një libër të dhuruar ku ka shumë poezi që mi kushton mua dhe unë ndjehem shumë e kënaqur që ai që shumë i njohës që disa minuta të punës ti mi kushtoi dhe mua.